Në ambientet e dioqezes së Sapos në Vaudejës, u promovua kolana e plotë e botimit Lezha 1918, analizë e regjistrit austriak, vepër e autorit Evaristo Koli. Botimi përbohet nga 4 vëllime dhe sjell për herë të parë të dhëna të detajuara të regjistrimit austro-hungares të vitit 1918 për zonat e Lezhës, Malësisë së Lezhës, Dajçit, Zadrimës dhe Vaudejës. Botuesi Frano Kulli dhe të tjerë të pranishëm vlerësuan këtë libër, i cili hedh dritë mbi atë periudhë. Po përmendi vetëm elementet që përbajnë këtë përgjithësim, elementet e veçantë që përbajnë këtë përgjithësim të regjistrit. Në kohë ka dhënë tilla për që sa që në raporti popullsisë urbane, asaj të popullsie qytetare që në asaj që kishte zhvillimi i qyteteve tona dhe sa është popullsia rurale. Për shembull, në studimet e Evaristos dhe në kalkulimet që e bën për regjistrin, vetëm 4.7% e gjithë popullatës së rrethit Lezhës është popullat urbane. Pjesa tjetër i bën që kishte popullat fshatit. Kolana Lezha 1918, analizë e regjistrit austriak, vjen si një kontribut i rëndësishëm për dokumentimin e historisë dhe kujtesës së rajonit, duke u ofruar studiuesve dhe lexuesve një pasqyrë të detajuar të realitetit demografik dhe shoqëror të kohës.